Vrasja e 21 vjeçarit në Korçë, ku autor është një 20 vjeçar, ka tronditur jo vetëm familjen e viktimës dhe opinionin publik, por ka rikthyer në vëmendje një sër problematikash sociale që prekin veçanërisht moshat e reja. Përfshirja e të rinjve në konflikte dhe aksesi tek armët janë disa prej fenomeneve që sipas sociologëve kërkojnë jo vetëm reagim pas ngjarjeve, por mbi të gjitha mekanizma të fortë parandalimi. Në një qytet relativisht të vogël si Korça, ku grupet shoqërore dhe lëvizjet e të rinjve janë më lehtësisht të identifikueshme, pyetjet pas kësaj ngjarjeje janë të shumta. A mund të ishte parandaluar tragjedia? A funksionuan në kohë institucionet? Sa ndikojnë familja dhe shoqëria në orientimin e të rinjve dhe sa ekspozuar është kjo grup mosh ndaj lëndëve narkotike dhe sjelljeve të dhunshme? Sipas sociologes Maria Dojçe, përhapja e këtyre fenomeneve nuk mund të shihet vetëm si përgjegjësi individuale e të rinjve apo e familjeve të tyre. Rritja e rasteve të dhunës ekstreme apo krimeve të rënda në moshat e reja, sipas saj, është një sinjal se disa mekanizma të shoqërisë nuk po funksionojnë siç duhet. Dojçe e konsideron familjen një faktor të rëndësishëm në edukimin dhe orientimin e familjeve, por thekson se ajo nuk mund të përballet e vetme me një realitet social gjithnjë më kompleks. Si gjithmonë këto situata, të paktën në këndvështrimin sociologjik, ku unë të flas me kompetencë, tregojnë një mos funksionim të institucioneve, të shtetit, të vetë shoqërisë. Sa herë kemi rritje të rasteve të vrasjeve dhe të krahasjeve, janë shenjat e para që tregojnë një hamulli apo një anomi të jetës shoqërore. Janë mosha shumë të hershme, për të filluar me këto lloj problematikash dhe deviancash. Nga ana tjetër, deri dje unë thoja familja është dhe familja mbetet faktori kryesor në mirë orientimin e fëmijëve dhe në mirë edukimin e tyre, por familja e vetme nuk mund t'ja dalë në një rrjet shoqëror agresiv dhe shumë do të thoja me problematika të pazgjidhshme. Një tjetër element që ndikon në sjelljen e moshave të reja, sipas Dojçes, është vetë periudha e adoleshencës dhe dëshira për t'u afirmuar. Në këtë moshë të rinj kërkojnë të fitojnë status brenda grupit, të tërheqin vëmendje dhe shpesh përpiqen të shfaqen më të rritur nga sa janë realisht. Pikërisht kjo dëshirë për protagonizëm, thot sociologja, mund t'i shtyjë drejt sjelljeve të rrezikshme. Është euforia e moshës. Ne e dim që një adoleshent do të rritet para kohë, do të ndjehet burr apo grua para kohë. Ende nuk e di për ta shijuar edhe pak atë momentet e shkëputjes nga fëmijëria dhe fillimit të një jete të rritur. Ende nuk di përgjegjësitë që ka jeta e një të rrituri, por dukja, aparenca për të rënë në sy, për të qenë protagonist, për të ndjerë në qendër të vëmendjes, shpesh herë çon në emocione negative dhe përmbush personalitetin në rrugë deviante. Dhe këtu të rinj bien prej lëndëve narkotike. Pyetja që shtrohet natyrshëm nuk lidhet vetëm me gabimet e moshës apo dështimin e mjedisit familjar, por veçanërisht me lehtësinë me të cilën kjo eufori e rinis shndrohet në një kërcënim me armë në duar. Sa e mbrojtur është sot kjo grup mosh dhe ku po dështon kontrolli i territorit nga forcat e rendit. Përgjigjet e sociologes Maria Dojçe vendosin gishtin mbi plagën e aksesit ndaj armëve, rolin e pashmangshëm të institucioneve dhe pasojat e rënda që sjell heshtja e shoqërisë.